ka islamofobi në Kosovë, po ka shqiptarofobi, dhe shqiptarofobia është atë që madhe prej anancë slavo muslimane. Për Maqedoni veç ajo praktikohet çdo ditë dhunë sistematike, terror psikologjik, që në pushtet është koalicioni slavo musliman. I nderuar imam i lëvizjes së Deçanit. Është Leck flamuri shqiptar. Dëgjoj, flamuri, une e kum rri, jam bashkohanik, edhe i Molla Jakupit, Stupçonit, edhe i Muselemit. Ne kemi ndru emrin kërë dhe kemi thirë Museleme, jo Mazdom. Se dhe emrat, jo prin shumë do me thoni, se nuk janë të rastisht, a i Mazdom i ka bo zullon betit. Unë i një frejnë kërë, ato kur nuk e kanë desh shtetin shqiptar, kur nuk e kanë desh flamurin shqiptar, ato e dhejnë babën sultanë dhe kjo është e vërteta. Unë këtë e pranoj këtë vërtetyne, por nuk ka nevoj më na sho. Nuk ka nevoj më na ofendu, se me dalë me shku një turk, me sërmu flamurin e Turqisë a plumi nullet balit. Ne kemi pa në kone të suqiderit në shifro, kur deshin e prej flamurin e Turqisë, greku, hangër pluma. Unë nuk jam të thonë me desh të flamurin shqiptar, po jam në ofendu. Unë jam bashkohanik i Jakub Asipit, po ai nuk e ka desh Shqipnijën, ai e ka desh kalifatin islamik që shedove ti. Dhe kërkoja sheriatin islamik Mickovskit kërkoja sheriatin islamik. Por me ndihmën e Zotit, kena me detyru me vëndu flamurin e shtetit Maqedonisë, nga për të gjitha minaret e xhamisë, Azizoglu, dhe ti pari je që kime pranu, ose kime ikë prej Maqedonisë. Ju ndjekësit e Azizoglu të kombet musliman, mos u ndyni të ofenduar. Shqiptarët e Zorretit, Ilert, Miletit, Skanderbeg nuk kanë parti, janë qytetarë zakonshëm, ne jemi vetëm taksa pagus. Është ndeshme që jo ta përdorni flamurin shtetëror të Maqedonisë. Se nuk e keni përdorur të to flamurin shqiptar, unë jam dje shumë krenar me juve dhe keni një respekt veçantë se nuk ju ka hije juve flamuri shqiptar, i shtetit shqiptar. Azizoglu dhe jo të kombit musliman, nuk kemi të njëjtë. Jo jeni musliman, unë me të tjerët jemi shqiptar. Është si nota me ditën. Unë nuk e di pse ju vjeni noti me pranu që jeni musliman. Unë me qenë se ju ndjehem shumë krenar. Molla dhe dardha që shka thonë plaku nga Çegroni nuk janë të njëjtë, janë frute, për nuk janë të njëjta. Ne, si që Zotit, unë e moti po tash edhe shumë të tjere kanë kuptu dhe ne po ndohemi. Ju paralajmëroj që nuk keni pjesëmarrje në tavolinat tona private, në gëzimet tona familjare, në dashma edhe në idhrime, në vdekje.